Përshëndetje të nderuar miq, na ndajnë rreth 20 ditë nga zgjedhjet e 11 majit, fushata ka hyrë në një moment mjaft intensiv dhe vendimtar, nuk mungojnë akuzat nga të dyja palët, por për të folur për situatën terren, do të shkojmë në Shkodër në kryeqendrën e Veriut për të zhvilluar një bisedë me një nga kandidatët të Partisë Demokratike, gjashti në listën e hapur, zotin Aurel Markaj. Aurel, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit juve. Aurel, si është situata atje, sepse thuajse në të gjitha daljet e zotit Berisha, nga Tirana dhe jo vetëm, nuk mungojnë akuzat për presion për votën. Por realisht në terren, si është ju gjatë takimeve që keni zhvilluar, keni hasur problematika të tilla apo qytetarë që janë ankuar? Fushata ka disa ditë që ka filluar dhe këtu në Malsinë e Madhe. Partia Demokratike është angazhuar maksimalisht me gjitha strukturat e saj në të gjithë territorin e Malsisë së Madhe, por në gjithë qarkun e Shkodrës. Ne na duke punuar fort me strukturat tona, me faktorë të ndryshëm, me njerëz të cilët e dojnë ndryshimin dhe presin me çdo kusht ardhjën e datës 11 maj për ta bërë këtë ndryshim. Problematika të ndryshme hasim çdo ditë për sa i përket këtyre fenomeneve të ndryshme, presioneve të vogla ose shitblerjes votave, janë fenomene që diskutohen çdo ditë në territorin e Malsisë së Madhe. Pra, ekzistojnë ato që denoncon zoti Berisha edhe në këto zgjedhje, ashtu si në zgjedhjet e kaluara, ekzistojnë. Absolutisht po. Janë këto një alibi pas asaj që do ndodh pra në 12 maj? Unë jam i bindur se rezultati i datës 11 majit do të jetë në favorin e Partisë Demokratike dhe qytetarët e presin datën 11 maj si një datë çlirimi për ma në fund mas 12 viteve këtë qeverisje, dhe jam i bindur se rezultati do të jetë aq i dukshëm në favorin e Partisë Demokratike sa nuk do ketë asnjë lloj venit për aludime të ndryshme. Partia Demokratike është e destinuar të vinë për shtet dhe data 11 maj do ta sjellë Partinë Demokratike për shtet. Aurel, gjatë kontakteve me banorët në Malsinë e Madhe, kush janë problemet e tyre me cilat ju jeni përballur më shumë që kërkojnë zgjidhje? Problematikat janë të mëdha, problematikat janë të ndryshme. Një ndër problemet më të mëdha të kësaj zone është largimi masiv i trive e trejave. Ky është një fenomen që e ka prek më shumë të këtë zonë. Është pothuajse një shpopullim total, sidomos nga trit dhe trejat. Duke mos gjendur shpresë, duke mos parë asnjë lloj shpresë për ta ndërtuar të ardhmen e tyre këtu në trojet e Malsisë së Madhe, një vend i bekull, një tokë që s'ka për çka ka pas në dorë Zoti ja ka falë kësaj tokë, ata nuk e shohin si mundësi ndërtimin e të ardhmës tonë. Kjo është një plagë e madhe e shoqërisë tonë. Përveç këtyre, problemet e ndryshme janë me energjinë elektrike, problemet e ndryshme janë me ujin e pishëm, ka shumë e shumë problemet e ndryshme që në vitin 2025 është edhe diçka që mua më vjen edhe zër si i ri me i përmend drita në vitin 2025. Që është para viteve, shumë viteve që këto të rregullohet, që na kërkojnë që të hyjmë në Bashkimin Evropian. Por pa këto kushte, edhe Bashkimi Evropian nuk ka se ne na pranon. Pra ende nuk ka energji elektrike dhe ujë. 24 orë. Këto në Malsinë e Madhe absolutisht problematikat janë të shumta, sidomos në rrjetin e elektrifikimit, është një ndër problemet më të mëdha, që në kohën e më përparshme që janë pas vendos ato shtyllat elektrike, pothuajse në përfshatra as nuk ka shpreh as lloj gjëje më, dhe këto sa afrojnë një herë erë ose sa bjen pak shi, këto drita na ikun gjithë Malsinë e Madhe. Është një problem shqetësues për gjithë ata banorë. Po pse edhe uji i pishëm edhe këto është një problem jashtëzakonisht shumë i madh në gjithë territorin e Malsisë së Madhe, edhe sidomos në periudhën e pikut të saj në anverë, që na jena drejt saj duke shkuar, këto janë problematikat e mëdha që hasin çdo ditë. Por thatë që theksoj edhe një herë, një në problematikat që mua më shqetëson më shumti është largimi i trive dhe trejave, nga Malsia e Madhe, nga Shkodra dhe nga gjithë qarku jonë. Trendi vazhdon në largim akoma, kthim ndoshta duhet presim disa vite. Absolutisht, janë largime të frikshme. Duke pas parasysh të mendojmë për vite më përpara se çka do ndodhin, nëse nuk do kthehet një shpresë që këta tri dhe treja që kanë me këtu, ata tri dhe treja të cilët janë larguar vitet e fundit, që ta shohin si mundësi kthimit, këto troje, këto vende do boshatisen dhe do shkretohen. Është për të keq, është fatkeqësi e jona, apo është fatkeqësi e gjithë kombit shqiptar. Zoti Markaj, kush ka qenë investimi më i madh që ka bërë Partia Socialiste në qeveri në këto 12 vite qeverisje pra në Malsinë e Madhe?
po nuk kujtoj asnjë investim të madh që ka bërë Partia Socialiste këto 12 vite. Në Malësi të Madhe. Nuk ka asnjë investim. Unë nuk kujtoj asnjë. Po kontakt përveç demokratëve dhe pjesës gri me socialistët, kush është mendimi i tyre që ju shprehen pas 12 vite qeverisje? Them drejtën, unë kam kontakte shumëta me gjithë banorët e Malësisë së Madhe, pa dallim binjesh politike, pa dallim ngjyrash. Unë jam një djalë i cili ka mbrojtur raporte të jashtëzakonshme të shkëlqyeshme me gjithë banorët e Malësisë së Madhe. Banorët e Malësisë së Madhe për mua nuk janë të majtë të djathtë, janë malsor, janë njerëz me vlera, janë njerëz që duajnë këtë vend dhe për mua kjo më intereson më shumë se gjitha. Në gjitha bisedat që unë baj, në gjitha takimet që unë kam, të gjithë shprehin një diçka që për mua më jep shpresë për të ardhmen. Ndryshimi është i duhur edhe për vetë atë që e ka pinjet më të majta e më theksuar. Ndryshimi mas 12 vite qeverisje duhet për gjithë. Duhet për të majtin, duhet për djathin, duhet për atë triun, duhet për atë vjetrin, për plakun, për fermerin, për mësuesin, për studentin, për gjithë. Ndryshimi është i mirë për gjithë. Por një diçka që mua më inspiron, më jep kënaqësi, është interesi i madh i qytetarëve tonë, malsorëve, shkodran me gjithë sharkut tonë që janë regjistruar në diasporë, ata janë të gatshëm të dhanë kontributin e tyre për ndryshimin e kësaj qeverie. Ndryshimi është i domosdoshëm për gjithë. Edhe kjo është fryma pozitive që është u përcjell nga gjithë banorët e Malësisë së Madhe pa dallim ngjyrash politike. Pra ka interes edhe nga diaspora për të marrë pjesë. Absolutisht interesi është jashtëzakonshëm, sidomos nga diaspora, ata e kanë interesin shumë më të lartë sepse i vujnë këto pasoja, sepse kanë njerëz të tyre të Malësisë të Madhe, kanë njerëz të tyre në Shkodër, kanë familjarët e tyre dhe hallet e tyre janë edhe hallet e atyre që janë atje nëpër vendet e botës. Për te përgjigjes korrekte politike, nga shikoni më shumë edhe nga keni më shumë besim që mund të ketë një përmbysje në rezultat nga diaspora apo nga brenda në Malësi të Madhe? Unë jam i bindur për një diçka. Diaspora do ketë një rol të jashtëzakonshëm këtë herë në zgjedhjet datës 1 muaj të maj, në gjithë territorin e Shqipërisë. Sidomos në qarkun e Shkodrës do ketë një rol të jashtëzakonshëm diaspora. Unë i ftoj gjithë ta bashkomas tonë, gjithë ta patriot që ndodhen në gjithë hapësira të ndryshme të shteteve të ndryshme të botës, të japin kontributin e tyre me votë, me datën 11 maj, bëjnë ndryshimin e shumë pritur nga gjithë. E shumë pritur nga ata vetë, e shumë pritur nga gjithë ne që kemi mbetur këtu në Shqipërinë tonë dashur. Zoti Margaj, jam i bindur se ata do ta bëjnë. Po situata brenda kampit tuaj si është, sepse ndoshta për te fjalëve të bukura edhe aty ka konkurrencë, ka edhe një tjetër garë. Në Malësinë e Madhe, unë jam i vetmi kandidat nga Partia Demokratike që është në listën e hapur. Dhe gjitha strukturat e saj në gjithë territorin e Malësisë së Madhe janë duke punuar me gjithë forcën e saj që të kemë një rezultat jashtëzakonshëm kësaj herë për Partinë Demokratike. Ne jemi duke luftuar fort që në Parlamentin e Shqipërisë të vinë 2 deputet nga Malësia e Madhe, deputeti aktual që është në listën e mbyllur Ramadan Liga dhe deputeti tjetër që është në listën e hapur që jam unë Aurel Markaj. Gjitha strukturat e Partisë Demokratike në gjithë territorin e Malësisë së Madhe janë të angazhuar maksimalisht që të bien 2 deputet në Parlamentin e Shqipërisë. Do të jetë një favor jashtëzakonshëm për gjithë këtë zonë, jo për mua si Aurel. Aureli ka pas mundësinë në vitin 2019 për të bërë deputet. Në qoftë se ju kujtoni asa kohë Partia Demokratike i padjek mandatet dhe unë si vallës në listë mund patar mundësia për me marrë mandatin e deputetit dhe asnjëherë vetëm nuk jam pa. Keni pas mundësinë 2019, jeni penduar për këtë vendim apo është e kohë t'ju pyes tani? Absolutisht, jo nuk jam penduar, por sikur 10 herë të mbi një vendim i tillë, unë asnjë nuk të ndohem nga asnjë lloj oferte. Dëshira ime më e madhe është që unë të vi me votën e malsorëve, me votën e qytetarëve të qarkut Shkodër në Parlamentin e Shqipërisë, që unë përfaqësoj interesat e tyre, të jem zëri i tyre, të jem shërptori i tyre për gjitha hallet dhe gjitha problemet e tyre. Hallet dhe problemet e malsorëve janë edhe hallet e problemet e mia, sepse unë jetoj në Malësi të Madhe, punoj në Malësi të Madhe, familjen time ka në Malësi të Madhe dhe çdo shqetësim i këtyre banorëve që është në Malësi të Madhe është shqetësimi im. Ju thatë që nuk mundoheni nga asnjë ofertë tani, përveç asaj të mandateve. Keni pas ofertë kohët e fundit nga Basha për të qenë pjesë e strukturave të tij apo edhe nga socialistët apo jo? Jo. Aureli në njohin gjithë në Malësinë e Madhe. Aureli është i patundueshëm nga çdo ofertë. Aureli ka një parimi i saj, i tina është që të vlerësoj njerëzit, punoj me njerëzit, të jetë bashkëpunëtar i interesave të këtyre njerëzve. Sa mandate ka objektiv Partia Demokratike për te dëshirës, pra objektivi realist?
Absolutisht, ne 6 mandate do i kena të sigurt, do luftojmë për mandatin e 7 të qarkun e Shkodrës. Tani për Partinë Socialiste në mënyrë direkte dhe indirekte ju pyeta, por aty ju keni edhe një kundërshtar tjetër, Tom Doshin e PSD-s. Për partitë e tjera mos më pyet për objektivin që kena na si partia demokratike. Partia demokratike sot që flasin bash 6 mandate i ka të sigurta, do luftoj fort që të marrë edhe mandatin e 7. Ju pyeta sepse në Këshillin Bashkiak ka pas një gërç në Shkodër mes PSD-s dhe Partisë Socialiste. Ndoshta nga kjo mund të përfitoni edhe ju apo jo? E vetmi përfitim është që na kena nga kjo situatë, është që njerëzit mas 12 viteve qeverisje ose keq qeverisje janë të indinjuar, janë të mërzitur, nuk ka asnjë lloj shpresë të marrë kjo qeveri. Dhe na do bëjmë gjithçka që është e mujtur, si Parti Demokratike, si kandidat të saj në listë në gjithë qarkun e Shkodër. Lista e qarkut Shkodër është një ndër listat më të gërshetuara, më të mira që përfaqësojnë të gjitha interesat e të gjithë banorëve të qarkut Shkodër. Pa as një hatërmetje, pa as një çefmetje. Është një ndër listat më të mira që është bën në 34 vite pluralizëm. Dhe jam i bindur se duke parë listat e kundërshtarëve, njerëzit do bëjnë dhe dallimin mallor me datën 11 maj. Dallimi do të jetë i madh, rezultati do të jetë në favorin e Partisë Demokratike të padiskutueshme dhe fitoria unë do të garantoj se do të fillojë nga Malësia e Madhe dhe nga qarku i Shkodrës komplet. Edhe diçka të fundit kam. Herë e fundit, ndoshta kontakt, denoncimi i fundit apo kërkesa për ndihmë për herë të fundit që i keni drejtuar doktorit për situatën në Malësitë të Madhe. Edhe herë të lutem. Denoncimi i fundit apo ndihma që i keni kërkuar doktorit, pra Berishës për situatën në Malësitë të Madhe. Ka pas një rast kur keni komunikuar për herë të fundit? Me doktor Berishën kena komunikim të vazhdueshëm. Dhe na në gjitha diskutimet që na bëjmë me doktor Berishën, jena të fokusuar në diçka. Fokusi jonë dhe detyra kryesore që na ka lënë, porosia kryesore që na ka lënë doktor Berisha, është që na t'jena krahun e qytetarëve në çdo problem, në çdo shqetësim tyre. Na do jena krahu kryesor i qytetarëve të Malësisë së Madhe, do të jena krahu kryesor i qytetarëve të qarkut Shkodër, që t'jena përcjellin problemet e tyre, përcjellin hallet e tyre dhe të kena mundësi që t'jena rrugëzidhja problemeve të tyre. Kjo është porosia kryesore që doktor Berisha na ka lënë gjithë kandidatëve për deputet, t'jena zoni i qytetarit në qarkun e Shkodrës. Zoti Marka, faleminderit për bisedën dhe suksese në 11 maj. Faleminderit juve.